A duhet të bëjmë bashkim të qindra edhe mira demokratë janë treguar në vot që janë larguar. Partitë e vogla u tregu apo të reja, se vogla mund të jetë të kështu. Morën thuajse 200.000 vota. Janë vota që i mungojnë Partisë Demokratike. Nuk kanë votuar, nuk e di në këto zgjedhje, se nuk kam qenë jashtë, por në zgjedhjet e 2021-shit votues që votonin për herë të parë e kanë braktisur 220.000 votues. Votues për herë të parë. Pra ata që kanë bërë, jo, në 2021-shin ishte kjo shifër. Është pak a shumë e përafërt dhe në 2025-ën. Votues për herë të parë, ata që në 4 vjeçarin kanë mbushur moshën, nga 2021-shin 2025-ën. Janë 220.000 që nuk kanë shkuar të votojnë. Ata që janë këtu, jo ata që janë larguar. Do të thotë që në një grup moshë të caktuar, pra pas ka një mundësi se Partia Demokratike ta bëjë diferenca. Se ka që është diferenca apo jo? Po nuk keni akses zero. Po të bind këtë. Po jo vetëm aq, po s'kemi përfaqësim të rinj. Po pse tani se duhet jemi edhe të vërtetë edhe me veten që të shërosh një smundje, duhet ta pranosh, duhet ta evidentosh. Kush i vodhi se pyet ashtu. Ore qendrat urbane, ka një problem Partia Demokratike apo jo? Se unë e kuptoj që ka përfshirje të krimit, ka përfshirje të njerëzve të fuqishëm, të paras, të pushtetit në zona, po themi që dihet që ka ndikim. Po në zona të caktuara, pse humbim në mes të Tiranës? A duhet të bëjmë një analizë për këtë gjë? Se këtu ka njerëz që nuk dalin të votojnë. Nuk dalin të votojnë. Si ti motivojmë në këta? Edhe këtu mos e vim të koferta që ta shtim bisedën me kolegët. Skënder, Saliani e pranon atë që thashëm pak më herët që problemi kryesor që ka Partia Demokratike dhe e ka të vjedhur me thonë vërtetën, edhe kur ka fituar, edhe kur ka humbur që ka pak vështirë përballet me vërtetën. Kjo, sipas mendimit tim, për shkak edhe temi si e koncepton zoti Berisha, që është kryetari i Partisë Demokratike dhe ka qenë gjithmonë raportin me të vërtetën. Dhe vërteta është domosdoshmë e vërteta sipas tij. Saliani thotë që po lufton që këtë të vërteta thotë me zë të lartë. A mund ketë një betejë për të vërtetën PD që nuk përfshin Sali Berishën? Kjo është dilema historike e Partisë Demokratike, që lidhet me pyetjen tjetër, po kaq më dyshse, që a mund të ketë PD pa Berishën. Unë mendoj se vitin 2026 të dyja këto pyetje, pra a mund të ketë të vërtet pa Sali Berishën, pa përmendur Berishën, dhe a mund të ketë PD pa Berishën, që të dyja marrin përgjigje pohuese. Do të thotë një po e madhe, sepse nuk ka më as një lloj kuptimi logjik, as në rrafshin historik, as në atë të përmbylljes një karriere personale, siç është ajo Berishës, që është shumë e gjatë, por edhe një rrafsh tjetër shumë më të madh që unë do të mundohem t'ia shtelloj, që është ai i fundit të kësaj elite të tranzicionit si e tërë, pra një problem që te kalon kufit e partive dhe që ka të bëjë me gjithë elitën politike që na ka drejtuar në këto dekada, dhe përgjigja është një po e madhe. Në këtë sens, unë mendoj që misioni i Salianit bëhet shumë më i madh se mund të jetë një sallë kinemaje apo 2 apo 3 takime shumë të mira. Pse e them këtë? Ka një metaforë në lëvizjen e Salianit, e cila u prodhua që në javën 1, vjen keq ta them se nuk është këtu personi, Ali Mehmeti mori një kthes 180 gradë. Ky mendoj është çmimi dhe është kostoja e daljes në pozita të hapura kundër establishmentit partisë. Ky është çmimi i tregimit me gisht të asaj listet madhe probleme që po e lën për 13 vitesh Partia Demokratike në opozitë, që nuk po e çojnë përballë asnjë horizonti apo perspektive që të mund të ketë një rikthim të shpejtë, megjithëse qeveria ndodhet e zhytur në hallet e rënda penale dhe të konsumit imazhit që ka një qeverisje 13 vjeçare tashmë. Pra, është një mision, mendoj unë, që te kalon këtë luftën e vogël dhe meskine të numrave. Dhe në këtë sens, unë do të thoja që Saliani, dashur pa dashur, merr një mision mbi vete, me që është i vetmi, do mendoj që është dizavantazh, po është dhe avantazh që është i vetmi, sepse është dhe më i dukshëm. Merr mbi vete një mision i cili i tejkalon ato të rinovimit një force të caktuar politike. Sepse realisht sot vërtet ato partitë e reja kanë marrë 200.000 vota, po partitë e reja i shohim që dalin, mbrojnë kauza sipas tyre drejta dhe është në drejtën e tyre të mbrojnë,
por mbeten ashtu siç mbeten në dyert e qeverisë dhe natyrisht është logjika e tyre si partitë vogla duan të afirmohen dhe mund ta bëjnë atë lloj lufte të pabarabartë. Saliani ka një lloj tjetër sfide, mendoj unë, dhe duhet të ketë një lloj tjetër ambicie, që duke parë atë spektrin politik të sotëm, ku partia më e madhe është partia gri e mosvotuesve, unë do ta quaja reduktive dhe meskine luftën me Gazbardhin, Flamur Nokën, që gjithashtu janë figurat rëndësishme në Partinë Demokratike, por do ta quaja dinjitoze një përballje publike, qoftë dhe në distancë, qoftë me deklarata, qoftë me ofertë dhe me ide, me Sali Berishën drejt për drejt, sepse realisht këtu jemi tani. Nuk jemi më fare këtë 2, 3, 4, është 2026. Do ishte humbje kohë, thotë, patjetër ka dështuar kryetari historik që u rikthye mbas 8 viteve të kryetarit të ri, që është një nonsens, ka pasur gjithë mundësinë dhe kohën e duhur nga 2021, Berisha e kam fjalën, të na tregoj se mund të dështoj dhe nuk mund të fitoj. Ka humbur Shkodrën, ka humbur Baramcurin, ka humbur gjithçka. Do të thotë i dha 83 mandate, 83 mandate Ramës në një moment konsumit lartë, humbi Fierin, siç e theti, humbi të gjithë qarqet e tjera. S'është humbi Fierin, Fierin e ka humbur gjithmonë. Gjithmonë, problemi është se si humbi. Aty çimentoi humbje. Pra, unë mendoj që misioni i Salianit nuk është partijak. Misioni i Salianit është mision politik në spektrin më të gjerë dhe në kuptimin më të gjerë të termit. Dakor, që të vjetë Saliani më duhet t'jap një dhënë, ne bëjmë sondazhin javor apo jo Beko, e bëm dhe këtë thënë, një nga 2 çështjet për cilat u pyetën temi nga sondazhistët e Zaloshën, që ishte pikërisht Ervin Saliani. Ta ndjekim pak tabelën, dhe tabela është interesante, pavarësisht se në pamjet parë 67% e të anketuarve dhe këta janë të gjithë ata që kanë votuar për opozitën dhe për Partinë Demokratike thonë që Saliani ka një ambicie personale. Ndërkohë 27.6% e të anketuar thonë që lëvizja e Salianit kërkon të ngjallë Partinë Demokratike, ka dhe një 5% që janë dorëzuar, që janë votuar opozitës që thonë misioni PD-s ka mbaruar. Tani Beko, që parë se ja fjalën Salianit, ti je nga ata që këtë sondazh e lexon gjysmë plot, e shep gotën gjysmë plot apo jo? Po, shoh gjysmë plot, nisur edhe nga fakti që Partia Demokratike është në krizë, ndërkohë demokratët janë në kërkim të një shprese, sepse vinë pas humbjes së shpresës së fituar ose të besimit që i dhanë Berishës ata pas foltoreve të tij. Mendoj që Saliani ka bërë një gjë shumë pozitive që edhe kjo më bën mua që të besoj dhe ta shoh gjysmë plot, sepse në çdo aktivitet që ai ka zhvilluar, pjesëmarrja ka ardhur gjithmonë në rritje, në aspektin numerik, dhe në aspektin cilësor, mesazhet politike, do të thënë, kanë ardhur më të qarta në takimin e fundit. Do të thënë, drejt fundit. Pra, dhe kulmin e arriti në Fier. Mendoj që këtu u plotësua gjithë kuadri i gjithë atyre që kishin dilema, nëse Saliani kishte dalë ashtu sipas tash e themit që hapi ferma e kafshëve aty tek nisur nga motive, do të thënë të nisemi nga motivet e fermës së kafshëve të Orollit, ku Napoleoni kishte gjithmonë një mesazher i cili hapte lëshonte mesazhe sipas oreksit të Napoleonit, të kreut të fermës së kafshëve, kryetarit kafshëve, i cili në fillim tha që Saliani mos e ka dalë lufton për dyshin ose për një pozicion aty në PD, sepse Berisha nuk i dha si pozicion pas daljes në Burgu. Edhe e mbushën, do të them, e mbushën opinionin, e elmuan opinionin me këtë tezë. Kur panë që këto salla, fillojmë që nga Durrësi, jo vetëm që u mbushën, por ata që ishin brenda ishin cilësi e lartë. Ata na treguan, unë mesazhin e parë që mora nga ajo sallë ishte kjo. Partia Demokratike bën pas Sali Berishën. Bile është më mirë dhe më bukur pas Sali Berishën, është më energjike dhe më e re pas Sali Berishën. Këtë mora që ditën e parë si mesazh në Durrës. Pastaj kur pash që ushtri në të gjithë vendin dhe nuk pati uniformitet përveç se sa moshës, por pjesa tjetër vinte në rritje të lartë, dhënia mesazheve, qartësia, kthjellësia, urtësia që ata kishin, edhe pse ishin të moshës, mesazhe që vinin paqësore dhe jo të sherit apo të inatit, jo të ndarjes por të bashkimit, e kam fjalën për brenda PD-s, dhe sot kemi arritur në momentin që qëllimin e lëvizjes Saliani e përmbushi si kapitulli parë, që ishte energjizimi i Partisë Demokratike, sepse ka arritur që Partia Demokratike ta nxjerrë nga zyra dhe nga mefshtësia ku ishte ta nxjerrë në terren,
kryetarin ta bëj aktiv, sepse kryetari kuptoi që brenda tij ka një rival që po rritet, edhe nuk mund të rri më të lëshoj... Rival apo alternativ? Se në PD ka... është rival alternativ. është rival, sepse po vjen si rival, po është alternativ. është alternativ sepse këndvështrimi... Jo, e di pse edhe në PD edhe në të shkuar të largët, nuk është se s'ka pasur alternativa. Ka pasur, po s'ka si pasur është nuk ka pasur rivalitet. Tani do toni që Salani ka potencialin për qenë rival? Sondazhi juaj na i tregon 1-3 demokrat. 1-3 nuk është pak. 1-3 demokrat. Sepse ideja të gjithë si në studio televizive, po dhe në opinionin publik mendojnë që ajo është parti e Sali Berishës, parti personale. E ka provuar. Sepse por brenda një partie... Mirë për keq e ka provuar. Po, kur është dhe e mori me gjitha mënyrat për ta marrë, për ta bërë personale. Mirë po, që të guxosh të krijosh sfidë brenda kësaj partie, edhe të vish në këto dy dimensione, do të thënë, edhe në dimensionin si rival, po edhe në dimensionin si alternativ, mendoj që ka bërë gjysmën e punës Ervin Saliani. Mbetet gjysma tjetër. Që nuk është e lehtë, a? Kjo e ka një përgjigje, se pak a shumë kam rënë, sidomos tek ajo që tha Minxhoze, se për ta thënë shkurt, nëse do të shofësh se me kë është një problem, shiko kush reagon. Ka një mënyrë të tërthort për ta bërë qartësisht se ku është. Pra, kush reagoi pari, shikoja se ku është problemi. Unë kam zgjedhur një mënyrë tjetër për të thënë një problem. Nëse shkojmë direkt tek emri, do bëhet gjithë diskutimi një përplasje emrash. A është ky apo është ai? Unë po them mirë dhe e kam mbajtur edhe me vështirësi në kuptimin e përmbajtjes të vetë përmbajtjes, po themi personale, për shkak të sulmeve po themi të paciba që janë bërë, për ta mbajtur fokusin njërë ore tek këto që janë problemet. Spari dhe dyta si mund të zgjidhim këto. Dhe do të vazhdoj me etapa edhe tek, po themi, dhënia e zgjidhjeve si e mendoj, dhe si e mendojmë, si po themi, gjithë ata që më mbështesin, por pa diskutim që unë nuk jam tek ata që mendoj që i ka bërë Mehmeti me kokë vetë. Këtu ka një problem, leadershipi, apo. Është e qartë. Dhe nga ana tjetër, sondazhi për të rikthyer tek shifrat që pash, ka si fillim ka disa elementë, se shifrat edhe mund të gënjejnë, apo sondazhet pa diskutim që... Tu se ka ato që të thonë që ka ambicie, nuk është të gjithë e ka negative ato, se të kesh ambicie nuk është pashë këtu janë votuesit e opozitës të Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit, besoj, në 11 maj. Dhe këtu nuk janë, po themi, 200.000 votus tjerë të cilët kanë ikur nga Partia Demokratike dhe potencialisht kanë shku të partitë tjera. Jo, këtu të regon që janë dhe 130.000 tjerë që nuk janë me linjën zyrtare. Nuk janë të përfshirë 200.000 të tjerë se nuk janë pyetur. Dhe nga ana tjetër, këtu nuk janë tek një sondazh tjetër që kishit publikuar ju pak kohë më parë, që 24% e të pyeturve mendonin që do të votonin një forcë tjetër jashtë tyre që janë tani. Mbi 20%. Mbi 20% ishte, apo ja. Që është jashtë edhe partive që janë të reja, po themi. Jo vetëm tek partitë. E kemi edhe këtë tabel, mund ta jo vetëm tek partitë tradicionale. Mbi 20% votojnë një parti tjetër. Për ta qartësuar edhe për qytetarët që na ndjekin, pra 20% e të anketuarve thonë që asnjëra prej partive, jo vetëm partitë, po themi, tradicionale, por edhe partitë e reja, nuk janë përfaqësuese, çka do të thotë që është një potencial i madh për Partinë Demokratike, apo jo. Pra duhen pyet ata dhe nga ana tjetër. Ose për një parti të re. Për të ardhur, për një parti të re. Pa diskutim, po për Partinë Demokratike sidomos, sepse unë këtu po themi, unë them që mundësia që Partia Demokratike të bëhet fituese është, se ky është qëllimi, çka mund, ta bëjmë Partinë Demokratike fituese. Ose e thon pak më thjesht, Partia Socialiste sot është më pak se 50%, pra potencialisht është më pak se 50% duke atyre që kanë votuar. Që votojnë, apo që kanë votuar. Po ndërkohë, nëse marrim ata që nuk votojnë, që janë 20% do të thotë që ka një potencial të madh për ndryshim, apo jo. Për ta tejkaluar deformimin e vullnetit të zgjedhjeve që bën Edi Rama. Se kjo është mënyra për ta mundur. Është ose kjo, ose pjesa tjetër ta paralizosh me protesta masive gjithkohon, të kesh masivitet madh atje. Dhe për të dhënë edhe një përgjigje tjetër, këse nuk është krim ambicia, dhe nëse është. Po jo, këta e kam thënë unë tonë, nëse 60% kanë thënë ka ambicie, kjo që nga gjë mirë. Do të thotë, ambicia në politik, vetëm e çon përpara një forcë politike, sepse konkurenca nëpërmjet, po themi, personaliteteve që kanë ambicie, e bën një parti politike të fituese. Por ama duhet të japësh përgjigje pyetjes, cila është ambicia jote?